Qeveria amerikane thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kontrollojnë shitjet dhe të ardhurat e naftës venezueliane për një kohë të pacaktuar, në mënyrë që të rindërtojë industrinë dhe ekonominë e naftës së vendit. Vetëm koha do ta tregojë se sa gjatë do ta mbikëqyrin Shtetet e Bashkuara Venezuelën, tha presidenti amerikan Trump në një intervistë me New York Times, i pyetur nëse do të ishte 3 muaj, 6 muaj, 1 vit apo më shumë. Trump u përgjigj: "Do të thoja shumë i gjatë, do të rindërtojmë atë në një mënyrë shumë fitimprurse. Do të përdorim naftë, do të marrim naftë, do të ulim çmimet dhe do të japim Venezuelës para që i nevojiten me dëshpërim." Presidenti amerikan tha po ashtu se gjërat po shkojnë shumë mirë me qeverinë e përkohshme të Delcy Rodriguez, ishtën kryetares së Nicolas Maduros, i arrestuar në një bastisje amerikane në datën 3 janar, edhe që tashmë ndodhet në burg në Brooklyn. 4 gazetarë të gazetës New York dëshmuan gjithashtu një telefonat të drejt për drejt midis Trump dhe Gustavo Petro, presidentit të Kolumbisë. Të dielën presidenti amerikan e kishte quajtur atë një njeri të sëmur e që i pëlqen të prodhojë kokainë dhe ta shes atë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa kishte kërcënuar me veprime të mundshme ushtarake kundër Kolumbisë. Megjithatë, kërcënimi tashmë duket se është tërhequr dhe në vend të kësaj, ai e ka ftuar në Washington udhëheqësin e krahut të majtë të vendit që kufizohet me Venezuelën. Petro thot se do të donte të vendosë një dialog trepalësh dhe me shpresë global për të stabilizuar shoqërinë venezueliane. Qeveria amerikane thot se Shtetet e Bashkuara duhet i kontrollojnë shitjet dhe të ardhurat e naftës venezueliane për një kohë të pacaktuar, në mënyrë që të rindërtojnë industrinë dhe ekonominë e naftës së vendit. Trump do të takohet po ashtu me krerët e 3 kompanive më të mëdha amerikane të naftës, ExxonMobil, ConocoPhillips dhe Chevron.